në këtë edicion do të ndiqni. Zjarri i bën shkrombehi tokat me grur në Smulic dhe Shishman, bujqit të shqetësuar për dëmet e shkaktuara nga faktore të panjohur. Forca Sigurisë së Kosovës bën demulimin e disa mjeteve të pashpërthyera te lokacioni i njohur si Pika e Zezë. Tenisjer nga klubi Hot Shot rëmbejnë 5 vende në turneun Kosova Bowl. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Një pjesë e konsiderueshme tokës bujqësore e mbjellur me kulturën e grurit është djegur në fshatin Shishman dhe në një pjesë të fshatit Smulic, duke ju shkaktuar dëmë të mëdha bujqëve, për këtë dëm i cili ndodhi brenda pak minutash, kur flaka përfshiu gjithë hapësirën, bujqët thonë se pasojat janë të mëdha sepse gruri ishte gati për të korrur. Gjatë ditës së djeshme në fshatin Shishman dhe në një pjesë të fshatit Smulic në rrethanat ende të dyshimta, janë kapluar nga flakët tokat bujqësore të mbjellura me grur. I dëmtuari në këtë rast, Ali Sadiku, thotë se atij i janë djegur 25 ari me grur dhe disa pemë. E vëllaj pasuretin shumë dhaja se na këtu i kemë pas mjellë në me grënë të i prit me i korë. Gjep një minut shumë shpejt ardha i zja. Edhe këtu mi ka djekë mu 25 ari, e një 55 e sa i ka vlau. Andaj, aja të edhe 1 hektar, aji Smulici ka pas. Edhe atje poshtë një unit një lekberi që në kallë bëgo shumë, po rrezik i madhë ke ma shumë me në vjekë shpijat. Po, faleminderit shpej zjarë fiksa, i në ardhë shumë shpejt. Për mrena 8 minuta dhe kanë mri prej vendit atje këtu, ata na kanë një muë për pa u kallë shpijat krej. Edhe qash kanë intervenu ata djemë, sa në për flakin hi. Vëllaj kënë ty u kallë që atje me kamion tyne me ata djemë, qash sa ka kapë shpejt. Ka bo një dëmë shumë të madhë, më kanë djekë edhe krej këtu, pëmë këtu. E bo një dëmë shumë i madhë, po shka mi bota, nuk e di masë shka bo, asë shërë. Për fat të mirë, zjarri nuk i ka kapluar shtëpit në afërsi të tokave ku zjarri kishte rënë, falë ndihmës së popullatës dhe intervenimit të shpejtë të zjarrfiksëve, shtoi Sadiku. Jem dalë për shpije, nuk e di as kur ardha as qësharë. Veç ku jem dalë për shpije, atë jem dalë këtu, këm po jarit timi që ka arë pak, jem dalë këtu në levadë, kërë këm po prej atje, ka vje flaka. Për 5 minuta sa 10 e ka përfri këtë këtë region. Po, faleminderit për i zotit mas pare dhe intervenimit popullatës këto krejt gojshive, tonë rrëth një ardhë, dash me do hidrofora, me kofa, me shka kanë mujtë dhe zjarë fiksave, krejt kemi mrimi pështu shpijat, pa vdjek. E për ta konstatuar dëmin e shkaktuar, policia ka dalë me njëherë në vend të ngjarjes, shtoi Sadiku duke shpresuar se komuna do t'ju ofrojë ndihmë. Dje që aty edhe policia mor një farë deklarate. Unë që që këmë pas para 2 vjetë, 3 këmë pas aty, mjellën me kënë vjetë kënë kalambas, dikëm i ka qitë 1.300 kila. E që që i pjestunë pak aty, dikëm 400-500 euro, e në kënë veç grënë, më slasim humbjet tjera që këmë pas me livru e me mjellë plek kimike, sa në dhe ardhë të rendimenti i fundit, po, shka mi vona kemë prit me e marë ato, se vjekua me na u djekë në zjamë, nuk e dim, tash nuk e dim asë që shka bë komuna, a na kompenzo kusha, dishka në i sanë, nuk e dim asë një gjohë. Polisë e kanë marë, po tjetër kush nuk ka dalë në vend gjarës për me vlerësu domin, për pas polisëve dhe zjarë fiksa. Tash presim dishka prej komunën, nëse kanë nëj ndime në dhëmë dishka, nëj subvencion për të, po nuk e di. Kujtojmë se tashme me ngritjen e temperaturave, vatrat e zjarreve fillojnë të shtohen, por kujdesi duhet të jetë maksimal për t'i parandaluar ato. Te lokacioni i njohur si Pika e Zezë janë gjetur disa mjete të pashpërthyera. Ekspertët e Forcës së Sigurisë së Kosovës kanë bërë demulimin e këtyre mjeteve. Ekipi ynë ishte në vend ngjarje për të realizuar kronikën. Ndjekim materialin.
Janë momentet e shpërthimit të bombave kaset Blu 97 që janë gjendur në vendin ku quhet Pika Azez në një tokë bujqësore të mbjellur me misër. 3 shpërthime të fuqishme të 5 kaset bombave janë bërë pasi Forca Sigurisë së Kosovës njësia për deminim e OD bëri në mënyrë të kontrolluar shpërthimin. Perimetri i sigurisë është bërë nga Forca e Sigurisë së Kosovës. Jemi pikërisht në orën ku disa banorë të cilët po punonin në këtë orë i kanë gjetur disa bomba, pra si njihen kaset bomba në orën e tyre. Pra shihen mbetjet e shpërthimit ku Forca Sigurisë së Kosovës, përkatësisht njësia EO2 e cila është për dëmolim, i ka shpërthyer kaset bombat këtu në orën e cila ndodhet në afërsi të rrugës që njihet si Pika Azez. Kasetat bomb të pashpërthyera janë përdorur nga NATO gjatë luftës në Kosovë dhe kanë emrin bomba Blu 97. E njësia OD e ka bërë me sukses eliminimin e këtyre bombave. Dështimet e njëpasnjëshme të seancave dhe ngërçi politik mos konstituimin e Kuvendit të Kosovës po i shqetësojnë edhe klasën intelektuale. Profesorët Ruzhi Sefa dhe Muhamet Rogova pohojnë se deputetët ju shkaktojnë dëme më shumë rrafshe Kosovës. Për 39 herë me radhë, deputetët e Konventit të Kosovës nuk kanë arritur të përmbyllin procesin e konstituimit të legjislaturës së re, duke thelluar me tej krizën politike që ka përfshirë vendin pas zgjedhjeve të nëntëshkurtit. Në sallë kanë qenë 95 deputetë dhe me 53 vota për e asnjë kundër dhe asnjë abstenim, seanca e së dielës ka dështuar sërish. E këto dështime po i konsiderojnë jo të mira për vendin ata që i përcjellin secilin zhvillim politik. Profesori Ruzhi Sefa thotë se humbjet janë të shumë fishta dhe në shumë rrafshe. Humbjet nga gjithë kjo janë të shumë fishta, shumë dimensionale dhe në shumë rrafshe. Po përveç që e pësojnë ne si shtet, unë nuk mund pa e kalu heshtërezi faktin se cili është imazhi i Republikës së Kosovës në sytë e miqve ndërkombëtar. A thu, mos edhe ma të tje duhet dikush sigur atë fëmin që sa po ka zonë t'i bën hapat e parë, me na kap dikush për dore për me na mësu me hecë drejt qëllimit. Kjo është brengosëse. Edhe profesor Muhamet Rogova ndonte të njëjtin mendim. Ai thotë se në kohën kur bota po ballafaqohet me shumë luftra, deputetët tanë dalin e bëjnë humor me popullin. Kjo formë e zgjatit dhe sërzgjatit së formimit të qeverisë prej parlamentarëve të Kosovës është për të shtirë në librin e Guinnessit si ekzemplari veçantë i politik bërje së mrapsht të cilën po tërheqin ata për interesa personale, jo për interesat popullit. Se dihet se ne nuk kemi qeveri ose parti qeveritare, por kemi qeveri partijake. Edhe gjitha këto jenë duke shkuar sipas interesave të tyre, për cilat ne jemi. Populli krejt është i brengosur shumë. Partitë deri tashme opozitare kanë ngulur këmbë të mos pranojnë Albolena Haxhiun kandidate për krye parlamentare. E përderisa partia në pushtet të propozojë dikë tjetër, seancat po vazhdojnë çdo 48 orë. Seanca e radhës është thirrur për nesër paradite. Ndërpritet seanca, shihemi përsëri me të parin shtatit në orën 11. Vala e të nxehtit që ka kapluar vendin ka bërë që nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik në Kosovë të apelojnë në lidhje me masat mbrojtëse ndaj ekspozimeve në temperaturat e larta në mjediset të jashtme dhe të brendshme të punës, ndërsa doktor Visar Juniku thonë se njerëzit që punojnë duhet t'i shmangin piku të vapës dhe të qëndrojnë në ambiente të freskëta. Me ngritjen e temperaturave, kujdesi punëtorëve të cilët punojnë si në ambiente të hapura, ashtu edhe në ambiente të mbyllura, duhet shtuar. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës ka bërë thirrje që këta persona tu referohen rregullores së Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale. Doktor Visar Juniku thotë se persona që punojnë në ambiente të hapura duhet t'i shmangen piku të vapës. Në këto temperatura, domethënë që përmbytetëtojnë në vendin tonë, duhet pasur kujdes për ata punëtorë, domethënë qoftë që punojnë në ambiente të hapura, po ashtu edhe ato të mbyllura. Në ambiente të hapura, do thotë
duhet i shmangim këtyre konave me diell, domethënë atyre pikut kur ka rrezatimi, të veshin gjëra të lehta, të konsumojnë lehtë, dhe sa më shumë të gjeni një kohë për hi ose për pushim, për relaks, domethënë mos të punojnë në ato në atë periudhë intervalit kohor, domethënë prej orës 11 deri ka ora 16 pasdite ose 15 ose 17. Ai gjithashtu vuri theksin edhe të persona që punojnë në ambiente të mbyllura, për kujdesin që menaxhmenti duhet të ketë ndaj tyre. Përsa ata që punojnë në ambiente të mbyllura, do thotë duhet të kenë kujdes, normalisht që ai menaxhment ose organizat duhet të pajisë në ato vende të punës me aparatura klimaterike, domethënë sa do pak t'ju sigurojë një relaksim, një ftohje të ambientit. Domethënë ta ketë një ambient sa më të lehtë, sa më të relaksuar për punë, edhe normal që me pas, domethënë është ndër të mirë të për kujdesin e shëndetit të atij pacienti ose atij person punëtori që punon në ambientin e mbyllur. Ndërkohë burime nga TVSyri bëjnë doditur se në prokurorinë themelore në Gjakov ka pasur probleme me procesin e ventilimit dhe ajrosjes, duke krijuar një klimë të papërshtatshme për punë. Në spitalin Nisa Greza në Gjakov po bëhen disa investime. Drejtori Hilmi Shala thotë se investimet do të funksionalizojnë disa hapësira të spitalit, bashkë me recepcionin multifunksional, të cilat do të përmirësojnë dukshëm infrastrukturën, bashkë me efikasitetin e punës. Në spitalin e përgjithshëm Isak Greza në Gjakov është duke u punuar për funksionalizimin e disa hapësirave që do t'jenë në shërbim të stafit dhe pacientëve me qëllim të rritjes së efikasitetit dhe shërbimeve. Hilmi Shala, drejtori i spitalit, tha se recepcioni i cili është në përfundim e sipërt do të ofrojë lehtësime për pacientët dhe stafin. Gjatë vitit 2025, pra 6 muajorin që lam, në spitalin e Gjakovës kanë qenë disa investime të cilat janë shumë të rëndësishme dhe mendoj do të lehtësojnë punën e qytetarëve dhe të personelit në institucion. Shala tha se projekti i recepcionit është multifunksional dhe është ndër të parët që po funksionalizohet në Kosovë në spitalet rajonale. Këtu ku jemi është recepcioni që ne kemi quajtur me emrin multifunksional, për shkak se ka me krye shumë punë, shumë funksione. Fillimisht është qasja pra marrja e informacioneve, pastaj është si pritore për qytetarët, është zyra e informacionit, është si vend ku mund të si vend e relaksi ose rekreacion që do të jetë një kafe, një bife dhe për personelin e spitalit edhe për qytetarët që frekuentojnë këtë vend. Po ashtu ka një rol shumë të madh se për shkak përmes këtij recepcioni ne do t'i filtrojmë edhe qasjen e njerëzve në institucion, në mënyrë që dhe t'i shmangim infeksionet intrahospitalore që është një kusht që ne duhet të ta përmbushim. Investimet të reja do të bëjnë që edhe kabinetet shëndetësore të ofrojnë shërbime më efikase për pacient. Po, gjatë vitit 2025, ne kemi mendu që ta bëjmë një pjesë të veçantë vetëm për kabinetet egzaminuese, ku pjesa më e madhe e aparaturave, pra që egzaminimit që janë me termin, do të vendosen në një zonë të veçantë dhe qytetarët e cilët kanë nevojë për këto shërbime do të jenë veçantë, jo në ambulanca specialistike, por do të jenë kabinetet e veçanta. Ka egzaminime ose ka aparatura të reja si shërbime që do të shtohen. Kemi MNG, që është një shërbim i ri për vitin 2025, ku asnjëherë s'ka qenë në spitalin e Gjakovës. Gjatë vitit, do me thonë, në këtë vitin ja furnizuar dhe me gastroskopi dhe me kolonoskopi nga SHSOK-ja. Kemi pranuar një donacion ergometrin, pra stres traken dhe një eho të ultrazënit nga donatorët. Drejtori Shala tha se funksionalizimi i recepcionit multifunksional dhe kabineteve do të bëhet gjatë muajit korrik. Dieta balancuar dhe orare të rregullta janë faktorë të rëndësishëm për shëndetin. Nutricistja Arta Baloku thotë se duke bërë zgjedhjen e ndërgjegjshme për ushqim që konsumojnë aktivitetin fizik, pushimin adekuat, ne investojmë në shëndet. Një dietë e balancuar do të thotë përfshirje e të gjithë mikro dhe makronutrientëve për të pasur një stil jetese sa më të shëndetshëm. Nutricistja Arita Baloku, e ftuar në emisionin Ama Mirë këtu atje në Top Radio, u shpreh se pos dietës së balancuar, edhe orari luan një rol jashtëzakonisht të rëndësishëm.
Një dietë e balancuar është që me përfshi krejt makronutrientat. Se edhe normalisht ka shumë e rëndësishme për mu është orari. Momente që e ki një orar caktum të ushqyerjes, nuk besoj që ka me qenë problemet që janë tash. Që kryesisht mos me eliminu krejt sheqernat, mos me eliminu krejt yndyrnat, mos me eliminu dosët proteinat. Nuk mund me mbajt një dietë veç me një makronutrient, se janë 3 makro, janë të mdaj. Normalisht edhe preferuar që 3 me i pas. Nutricistja Baloku tha se nuk preferohet që pas një stili jetese të çrregullt të kalohet menjëherë në një dietë shumë strikte. Zakonisht gabime që unë i kom pa është që kam fillu me një dietë shumë strikte. Dhe kam pas një stil jetesës shumë të çrregullt. Do thot ka persona që kanë konsumu fast food gjatë gjithë kohës dhe për njerë kanë fillu me një dietë strikte, me kalori shumë të ulta. Unë këto nuk e preferoj. Preferoj reduktim deri në eliminim ose edhe zavendësim. Për fund, nutricistja Baloku këshilloi që të respektohet orari i konsumimit të ushqimit, të mos teprohet në një vakt ushqimor dhe në tjetrin të mos konsumohet fare ushqim dhe të mos ketë nguti gjatë ngrënies së ushqimit. Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit ka publikuar rezultatet e provimit të maturës, ku nga 18.800 maturantë që kanë aplikuar testit, janë nënshtruar 18.130 maturantë, prej tyre kanë kaluar 12.316 apo 68.6%. Nxënësit e pakënaqur me rezultate mund të parashtrojnë ankesën nga data 1 deri më 3 korrekt, ndërsa certifikatin mund të shkarkojnë nga platforma e-Kosova nga data 3 deri më 7 korrekt. Tenisierët e klubit Hot Shot në Gjakov kanë triumfuar edhe në një garë sportive. Ata u bën pjesë e turneut rajon Kosova Bowl, ku në një konkurrencë mes disa shteteve pjesëmarrëse tenisierët nga Gjakova dominuan me 4 vende të para dhe 1 vend të dytë. Të shtunën dhe të dielën e Prishtinë u zhvillua turneu rajonal Kosova Bowl, ku morën pjesë 92 teniserë më të mirë nga 4 shtete: Kosova, Shqipëria, Malizi dhe Maqedonia e Veriut. Klubi i tenisit Hot Shot dominoi turneun duke rrëmbyer 4 vendet e para dhe 1 vend të dytë. Trajneri i klubit Art Baruti tha se rezultatet e arritura në këtë kompeticion sportiv janë një dëshmi e mirë angazhimit të teniserëve të klubit. Duke marrë parasysh që në këto turne marrin pjesë klube shumë serioze si klubet nga Shkodra ose nga Ulqini, këto rezultate janë një dëshmi e punës mirë që është bën klub, si nga lojtarët, nga trajneri, po ashtu edhe nga principit i përkrajin lojtarët e vegjël. Kanë Baruti kampion për moshën 10 vjeç, Olea Gjoka kampione deri në 10 vjeç, Joni Hima dhe Diora Gjoka deri në 11 vjeç dhe Ajan Rudi deri në 10 vjeç janë fituesit nga Gjakova në turneun Kosova Bowl. Unë kam pas shumë vështirë sepse ka qenë konkurrenca fortë, vetëm jam shumë i lumtur që kam zënë vendin e parë. Ndihem jashtëzakonisht e lumtur dhe krenare për arritjet e mia. Jam përkushtuar në shërbëtitje dhe jam ushtruar në fokus të veçantë në teknikë. Lojtarët janë kanë shumë të talentuar, por unë mora japa maksimumin dhe arrita të fitoja. Unë jam gëzuar shumë që kam arritur të fitoj vendin e parë. Kemi bërë një punë shumë të madhe me trajnerin dhe kemi përkryer nga prindërit. Do mundohem që të arrijmë më shumë tituj në gara të ndryshme. Unë jam shumë i lumtur që kam fituar vendin e parë në Prishtinë dhe besoj që do të vazhdoj kështu. Kjo ishte hera 4 që klubi Hot Shot shpallet klubi më i suksesshëm i turneut rajonal. Ndërkohë trajneri Baruti pohoi se po bën përgatitje për të marrë pjesë edhe në turnet e tjera ku gjithashtu presin suksese. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në VM. Dita e sotme është karakterizuar nga mot me diell dhe vranësira, me temperatura që kanë lëvizur nga 18 deri në 34 gradë Celsius. Për nesër, temperatura do lëvizin nga 15 deri në 34 gradë Celsius, karakterizuar nga moti me diell dhe vranësira. E mërkura do të karakterizohet nga mot me diell, me temperatura që do variojnë nga 15 deri në 35 gradë Celsius.
Ditën e enjtë pritet të jetë mot me diell, me temperatura që do lëvizin nga 17 deri në 37 gradë Celsius. 19 deri në 38 gradë Celsius pritet të jenë temperatura gjatë së premtës, karakterizuar nga moti me diell. Mot me diell parashihet gjatë së shtunës, shoqëruar me temperatura nga 19 deri në 37 gradë Celsius. Edhe për të dielën parashihet mot me diell, me temperatura që do variojnë nga 19 deri në 37 gradë Celsius. Para se të ndahemi të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Zjarri i bën shkrombehi tokat me grur në Smulic dhe Shishman, bujqit të shqetësuar për dëmet e shkaktuara nga faktore të panjohur. Forca Sigurisë së Kosovës bën demulimin e disa mjeteve të pashpërthyera te lokacioni i njohur si Pika e Zezë. Tenisjer nga klubi Hot Shot rëmbejnë 5 vende në turneun Kosova Bowl. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.